Produksion i shpifur. Reagimet të forta pas promos së prime me një puthje, reality show Big Brother VIP Albania 4 është vënë sërish në qendër të vëmendjes, këtë herë për mënyrën se si produksioni ka zgjedhur të promovojë episodin e radhës. Promoja e publikuar para primejit të mbrëmjes ka shkaktuar debate të ashpra, pasi është fokusuar tek një puthje mes dy banorëve, një moment që duket se është përdorur për të rritur audiencën në rrjetet sociale. Ndjekësit kanë shpërthyer në kritika, duke akuzuar produksionin për manipulim dhe eksploatim të situatave të banorëve për të siguruar shikueshmëri më të lartë, një komentues shkruan, gjithmonë e njëjta histori. Jepni diçka bombastike në promo për të tërhequr publikun. Pastaj në prime del se ishte një moment pa asnjë rëndësi. Turp. Një tjetër shton, ky produksion është bërë i shpifur. Nuk ka më lojë reale, vetëm skenar të sajuar për të bërë bujë. A keni ndonjë gjë tjetër për të treguar përveç puthjeve? Nga ana tjetër, ka edhe ndjekës që e shohin këtë si një taktikë të zakonshme të televizioneve dhe nuk e shohin problematike. Një koment mbështetës thotë, po, është show televiziv. Normal që do nxjerrin pjesët më interesante për të tërhequr vëmendjen. Kush do ta shikojë, do ta shikojë. Pavarësisht reagimeve të ndryshme, një gjë është e qartë, Big Brother VIP Albania 4 di si të mbajë publikun të përfshirë dhe të nxjisë debat. Mbetet për t'u parë se si do të zhvillohet episodi prime dhe nëse momenti i shumë përfolur ka vërtet ndonjë peshë në lojën brenda shtëpisë.